Pas surpriza dhe ashtu si shpritej, Sali Berisha nuk do të ketë asnjë kundërshtar në zgjedhjet për kryetarin e Partisë Demokratike. Zyrtarisht këtë 1 maj, Komisioni i Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale në Partinë Demokratike zbardhi shkresën duke mos miratuar kandidaturat e 2 personave të tjerë që kishin aplikuar për këtë garë, Mereme Selës dhe Vladimir Mulajt. Sali Berisha, sipas komisionit, është i vetmi që i plotson të gjitha kriteret statutore. 2 kandidatët e tjerë, Sela dhe Mulaj, pavarësisht se janë anëtar të Partisë Demokratike, nuk plotësojnë kriterin e figurës me profil shumë të lartë publik dhe politik, si dhe atë të eksperiencës drejtuese elektorale në nivel kombëtar dhe rajonal. Një ditë më parë për garën aplikoi dhe ish-deputeti demokrat Ervin Saliani, aktivistja Evi Kokalari dhe Alesia Balliu, por kandidaturat e tyre nuk janë pranuar nga komisioni, me arsyetimin se nuk janë bërë nga anëtarët Partisë Demokratike. Paralelisht, Selia Blu ka nisur procesin për ndryshimet në statut. Grupi punës i ngritur për këtë qëllim ka miratuar metodologjinë dhe kalendarin e punës. Sipas njoftimit, procesi do zhvillohet në disa faza duke përfshirë kontributin e gjitha strukturave. Nga data 1 deri me 10 maj, anëtarët e partisë si dhe strukturat drejtuese, Kryesia, Këshilli Kombëtar, Grupi Parlamentar dhe Kuvendi Kombëtar do të kenë mundësi të paraqesin propozime për ndryshime ose përmirësime në statut. Nga data 11 deri me 14 maj do të shqyrtohen propozimet e paraqitura. Nga data 15 deri me 20 maj do të hartohen ndryshimet dhe propozimi final i grupit të punës mbi ndryshimet e mundshme në statut. Dorëzimi i ndryshimeve do t'i bëhet kryetarit dhe sekretarit përgjithshëm për ndjekjen e procedurave të mëtejshme statutore. Brenda datës 25 maj do të bëhet shqyrtimi dhe miratimi nga Kryesia dhe Këshilli Kombëtar dhe propozimi për miratim në Kuvendin Kombëtar. Në 30 maj do të bëhet shqyrtimi dhe miratimi nga Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike. Ajo çfarë theksohet qartazi dhe prerë është se deri në momentin e shqyrtimit dhe miratimit të propozimit nga Kryesia apo Këshilli Kombëtar, propozimet, puna dhe produkti i grupit për ndryshimet në statut do të jenë konfidenciale dhe mbledhjet do të jenë të mbyllura.